Kështu që të kthehemi te çështja e bursa e Londrës. Po. Ka pasur shanse që qeveria Ramiz Alis të luante paratë e shtetit shqiptar në bursën e Londrës? Po, është luajtur në bursë. Është luajtur në bursë në vitet e fundit të regjimit komunist, është luajtur në bursë, është edhe e pranuar edhe nga Banka e Shqipërisë. Gjitha këto që thua ti Enrico mu më duken kështu fali fukarajt në lek ta bëv zoti marr. Edhe nga Banka e Shqipërisë është pranuar që ka qenë një periudhë në vitet e fundit të regjimit komunist, është luajtur në bursën në bursë ndërkombëtare, për shkak se nuk kishin përvojë, janë humbur disa 10 miliona dollar, thuhet 35-40 milion dollar, por nuk dihet eksakt se sa shifra. Në cilën fashë kohore? Në 87-89. 87-89. Në një kohë që bedohet që kjo është një gjë që mund të ketë edhe abuzime me këtë. Tham që luajtëm, po këto para i shumë diku tjetër. Sepse nuk ka traceability, nuk ka gjurmëshmëri, s'ka të dhëna. Dhe vim pasaj në periudhën 90-91, ku kemi një periudhë që qeverit ndrohen, po nuk kemi asnjë dokument që kjo qeveri çfarë i trashëgon qeverisë tjetër. Po, mori kaq dhe rriti kaq se është gjë më elementare, S'ka asnjë letër për këtë gjë? S'ka, kur cakton një magazinier të rriti dhe e ndron magazinierin me magazinë vjetër. Goshta, bullona, rondele, bicikleta, hekura, ku çka ka magazina. A për tani? E merr dorëzim tjetër. Nuk është kaq shkollaj tani. Kur e kemi vjedhjen e Thesarit Krapës? Po, në vitin 1997. Në fakt, mendohet që ka qenë një harë kohor, 1997-1999. Ashtu, Ka qenë pikërisht periudha e firmave piramidale, e kaosit madh në Shqipëri, mendohet që t'jenë marrë diku të 370 kg flori. Sa? 372 kg flori. Tani, aty janë akuzu 3-4 persona tani, me çaj kanë marrë ata? Me gomerën pra me mushka. Po tani, edhe gomari nuk i mban 300 kg. Po s'mund të merren 300 kg me njëherë. Po pra, kështu që kjo qëndron në theshtat. Unë mendoj që kjo është marrë në disa faza dhe nuk është se ka qenë një. Do zoti ka ndërtuar në një gjë të paktën të hajrit. Po, çështja është se mos i kanë përdor për fushata, kjo është. Dhe pastaj vim dhe të kjo, edhe humbja e firmave piramidale është gati 2 miliard dollar. 2 miliard dollar, po, me është vlerësuar me parafërsi 2 miliard dollar. Pra kemi paralel, edhe vjedhjen e Thesarit në Krap, 372 kg flori, që bëjnë miliona dollar, edhe gati 2 miliard dollar humbje në total, jo vetëm vlera monetare, po dhe këto shkatrimet që u bënë të gjitha, humbje nga firmat piramidale, dhe vim pastaj te kjo periudha e viteve 2014, 2013, 2014, tani që kemi vjedhjen e banknotave të dala jashtë përdorimit, 50.000 lekëshe, me lekë vjetra, 5.000 lekëshe, nga magazina e Bankës Shqipërisë, që duheshin prerë, që duheshin eliminuar. Megjithatë, mirë, tani po ta shikojmë nga ana procedurale, Banka e Shqipërisë ka drejt mbaj edhe një çiksi rezervë, që nëse mungojnë parat në treg, edhe ato para që nuk është se janë të dëmtuara shumë, me një vendim posaçëm për një moment sa për të rregulluar çik situatën dhe kthehen mbrapsht në. Megjithatë, në kushtet e Shqipërisë këto janë transaksione të vështira, janë procedura nga ana faktike, nga ana praktike, këto janë gjëra të vështira, nuk është e thjeshtë. Unë mendoj që Banka e Shqipërisë, bile unë kam dalë edhe në atë periudhë, kam dhënë disa intervista dhe në disa emisione bashkë me gazetarë tjerë investigativ. Nxjerrja e Thesarit dhe çuarja diku tjetër, dhe nxjerrja e parave dhe çuarja e parave në një magazin, që nuk janë në ndërtesën e Bankës Shqipërisë. Nuk janë brenda. Tani të ndalemi çik te Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë është ndërtuar nga një nga arkitektët më të mirë të Italisë. Kam përshtypjen se është Vittorio Marpurgo. Dhe Vittorio Marpurgo, vajza e Vittorio Marpurgos, në vitin 1968-69, ka çuar skicën e Bankës Shqipërisë në një konkurs ndërkombëtar, pa thënë që është Banka e Shqipërisë. E ka çuar në një konkurs ndërkombëtar dhe ka thënë që kjo është punë e babait tim. Dhe në atë konkurs ndërkombëtar, ndërtesa ka marrë çmim të parë. Është vlerësuar si një nga ndërtesat më të pathyeshme në botë. Duket ajo. Me mbyllje mekanike. Po patjetër. Flasim për mbylljen mekanike. Banka e Shqipërisë, pasaj ajo tha, kjo është ndërtesa tha që ka bërë babai im, tha është Banka e Shqipërisë. Konsideroi si një nga ndërtesat më të pathyeshme nga ana mekanike. Tani janë futur të kompjuterat, butonat. Enter, delete, ku dion, është tjetër mohabet. Space. Po. Kështu që
Unë mendoj që nxjerrja e vlerave monetare nga Banka e Shqipërisë ka qenë një gabim mas teknik. Kur ruhet poshtë Bankës së Shqipërisë është i bukur, ka një pozicion bërthama. Nga ana teknike është ndërtesha më e pathyeshme, s'kishte arsye pse të dilnin parat nga. Tani ju thoni që në vitin 2014 këto parat 50 që ishin për t'u asfiksuar, sa ishin 713? 713 miliard lek. Lek shqiptare. Milion? Jo. Miliard? Miliarde. Qa milion? 700 milion lek? 713 miliard lek. Që duheshin prishur? Që duheshin ekzekutu. Se ishin të vjetra, të futur, makinë të griheshin, të dëmtuara, të gërvishtura, më shumë se 1/3 e pjesës kartë monedës. Dhe këtu shkonte ai tipi me ata të tjerët, këpusnin ndonjë, nga ato. Po mirë, s'kanë bërë ndonjë të keqe. Zëre se kanë shkuar të Brumatriqe. Po mirë, do t'ju them diçka shumë interesante. Në fillim vitit 2000, Shtetet e Bashkuara kanë nisur një investigim pse ka shumë dollar në qarkullim botë. Sepse sasia e parave në qarkullim e dollarëve në qarkullim dikonte për efekti inflacionit në ekonominë amerikane. Dhe u arrit kuptoi që ishte Irani ai që hidhte monedhat falsifikuara në treg amerikane, eksakt si dollari amerikan. Dhe askush nuk e kuptonte që ishin dollar të falsifikuar vetëm për të dëmtuar ekonominë amerikane. Amerikanët kishte më shumë. Jo se fitonte në gjë Irani, vetëm i hidhte në qarkullim, vetëm që të krijojë inflacion për ekonominë amerikane. Tani, të hedhësh 700 miliard lek të vjedhura, ti hedhësh në ekonominë e i vendit, kështu si padashje, si shtuti që merr fute, pi një kafe, gotion. Shikoni që sa është inflacioni në vitin 2014-2015. Po, shumë i lartë se sa inflacioni real bile. E kuptova, po edhe u burgosën këta njerëzit në bajmënd... Tani, një pastrus atje... Se ja vlen me burg për aq sa kanë të... Ky është problemi i ligjit shqiptar. Ligji shqiptar, kur ndodhin rastet tilla, nuk thot që do rrish aty te kolonat e Pallatit Kulturës, edhe kush të kaloj do të pështyjnë surrat, pa ama pasurinë do ta marrin, sepse e ke vjedhur. Patjetër. Jo, ligji shqiptar thot Fute pak në burg. Fute pak në burg edhe çka ka vjedhur, pastaj e ka të vetëm. Jo, për mua, ca fuqit mëdhaja 1,50 m te Pallati Kulturës, këta që bëjnë gjëra tilla të futen aty te fuqit e ti pështyjnë njerëzit dhe desha mbyten me pështymin e njerëzve. Që ta mbyllim në fund fare. Kemi dhe rreth 1 miliard lek që u mbasin çdo vit kot? Sipas kontrollit të lartë shtetit. Për buxhetin e Shqipërisë, që në këto 10 vjetet e fundit këtu është luhatur, 5.5 miliard dhe 7 miliard euro, kemi 1 deri në 2 miliard dollar ose euro dëme në buxhetin e shtetit për shkak të abuzimeve, vjedhjeve, korrupsionit, për shkak të prokurimeve publike të bëra në mënyrë të jashtëligjshme, për shkak të abuzimeve në administratën publike e tjera. Kemi pothuajse 1 miliard, 1.5 miliard euro, bile ka vite që ka qenë dhe 2. Edhe 2? Në 7 miliard. Jo GDP-a, jo produkti përgjithshëm, po paratë e buxhetit shtetit. Ajde pensione, që do ishin rregulluar. Po, dhe përveç kësaj kemi që të paktën në 7-8 vjetet e fundit është marrë borxh ndërkombëtar 600 milion, 650 milion euro borxh. Do me thënë, edhe kemi 1 miliard dëme, po kemi edhe 600-650 milion euro borxh që e marrim, që është borxh që do e paguajnë shqiptarët. Dhe nga ana tjetër, i kërkohet shqiptarëve dhe bizneseve që të futen në tregun e bonave thesarit. Bonot e privatizimit, edhe ato ishin një lloj... Është tjetër bonot e privatizimit, një mënyrë tjetër për të shkatruar... Edhe ato ishin një lloj mënyre për të shkatruar ekonominë shqiptare. Për mua, unë e kam thënë disa herë, bile edhe në atë kohë, unë kam qenë kundër procesit privatizimit. Kanë vlerë sot, Enrico? Po kanë akoma. Kanë një lloj kështu. Nëse kanë vlerën 50, për shumë janë 20. Janë 20, shiko, ka vajt nga edhe 4% vajti vlerë atyre, kur s'kishte objekte në privatizim. Unë mendoj që ka teknikat mira për ta rigjeneruar ekonominë shqiptare, për ta ringritur edhe një herë ekonominë shqiptare në ditët e mira, se ekonomia shqiptare ka patur edhe ditë mira. Unë do të them që ditët më të mira të ekonomisë shqiptare kanë qenë ditët e pushtimit italian dhe ditët e pushtimit gjerman, ku ekonomia shqiptare ka qenë ekonomia më e fortë ever ndonjëherë. Ashtu si kundër ka patur edhe ditë tjera të mira të ekonomisë, edhe kur janë drejtuar, edhe kur shteti është drejtuar nga shqiptarët. Puna është se ne bëjmë si lopa.
E gjithë kjo historia që tregova unë për thesarin e Shqipërisë është që e mbushim atë kusin, edhe pastaj marrim çfarë duam kur duam. Po, I bim me shkelme dhe nuk e vendosim standardin e jetës. Nuk se shiko, është jetë ta mbledhësh qumshin edhe ta bësh djath. Po pra, ta shfrytëzosh situatën ashtu siç duhet. Se ruhet, djathi ka ruhet vlerë më të madhe. Ne e mbushim kusinë dhe i japim shkelmin edhe është e vështirë Enrico, është në traditën tonë të ndodh kjo gjë. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj shumë për mundësinë, mendoj që i kemi dhënë shqiptarëve një pikturë që si ata të mos jenë. Qartë, ke të drejtë, është qëndron shumë kjo që the. Faleminderit. Gjithashtu. Je i ftuar dhe i mirëseardhur në këtë studio sa herë që të kesh biseda të tilla të ngjashme. Mirë, mos harroni që kam përshtypjen që ne nuk jemi as të vjedhur, as të keq administruar, as të vjedhur nga i Floriri që mund të ketë një derkuc aty dhe që mban në shpinën e vet gjërat dhe të mira të formave të ndryshme. Kam përshtypjen se ne jemi duke shkuar në një fazë tjetër që ne po humbasim edhe asetin njerëzor. Shihemi herën tjetër në esencën tjetër. Natë më mirë.